pasticcio greke me mishin e grirë, me krem bechamel, me pene e bëra unë, mund ta bëni edhe me makaronat e trasha, që e bëjnë zakonisht pasticcion, po mua nuk më pëlqen me ato makarona, nuk e di, me këto më duket sikur prehet më lehtë, edhe është më lehtë për ta ngrënë, ndaj edhe përdor pene. Tani, siç e shikoni në fund të tepsisë unë shtrova makaronat, nga lart i hodha mishin e grirë, edhe në mes i hodha pak krem bechamel që të lidhet i gjithë pasticcio edhe të bëhet shumë i mirë. Nga lart makaronat që më kishin tepëruar i hodha prap pak mish të grirë, edhe nga lart kremin bechamel të gjithin, e hapa mirë dhe në fund fare i hodha djathë të grirë. Djathë të grirë i kisha hedhe bechamelit brenda. Në qoftë se nuk e keni parë videot, i kam postuar se si e kam bërë kremin bechamel edhe mishin e grirë, si i kam përgatitur të gjitha këto. Edhe dos tani pasticcio në furnin 180 gradë, varet tani nga fura juaj, po zakonisht 180 derisa të kuqet nga lartë, se çdo gjë është e zirë brenda, nuk e ka problem fare. Edhe pastaj do ta lëm një çik parë se ta presim, se kur është shumë i ngrohtë nuk pritet. Edhe delo njerëz, mos e pyesni. Mos pyesni për kalori tani. Një fet të vogël do hamë, ose do fillojmë dietë nga e hëna, siç e kemi zakone, dhe të na bëj mirë. Ciao ciao.